Altini është një poet shumë spontan dhe këtu në këtë poezi, kur bie muzgu, kushtuar Teodor Kekos, ka pa të çështje esenciale tek natyra e Teodorit. Unë vetë kam bërë një vjersh për Teodorin, ja kam kushtuar tek libri im Robi Manile. Por në këtë vjersh vërej që ka shumë sinqeritet dhe Altini kap një dimension jo vetëm të artistit, por edhe të njeriu social. Ja dëgjoni. Quhet Kur bie muzgu, kushtuar Teodor Kekos. Kur bie muzgu në Tiranë, te kafe Europa Olimpi, ka prolli aer, përshpërit sa fjalë, më flet për një njeri. Më flet për dorin e pagjum, që heshtjen kthente në një shpresë. Dhe flokët e reve bërë muj, i krihte shpejt dhe pa kujdes. Më flet kur detin e malloje dhe dallët ngrije me tallas. Dhe president dhe kryeministra nga Afrika hije të bënin pas. Më flet për hënën e dashuruar, kur yjet thurje ti në vargje, më flet për malet dëshpëruar të lënë vetëm pa mustaqe. Kur dikush Zoti ngatronte me peshkopin me shpirt të mbërthyer, ti thërrisje nga pika e lotit për puthjen e zemrës së thyer. Ti më flet se erdhi koha të ikësh, me ndjenjë futur në xhep thellë, sepse tej rret whiskin do pin që rasur nga ty si për herë. Ja, nuk është e thjeshtë. Ja, kjo më pëlqen. Më pëlqen.